Në Shqipëri po hyn në fazën e fundit një nga reformat më të rëndësishme fiskale të dekadës, ajo e taksës së pasurisë së paluajtshme. Për herë të parë, pronat do të taksohen mbi vlerën reale të tregut dhe jo mbi çmimet e vjetra, një sistem që ka prodhuar padrejtësi dhe të ardhura minimale për bashkitë. Të gjitha pagesat do të shkojnë drejt për drejt në bashki. Qëllimi është i qartë, të rriten të ardhurat vendore, të kenë më shumë investime lokale dhe më shumë shërbime për qytetarët, nga tregimi publik te rrugët dhe hapësirat e gjelbra. Qofse ne referohemi buxhetit të 2026-s, vetë Ministria e Financave dhe ajo çfarë parashikohet nga vënia në jetë të kësaj reforme, ka një rritje të konsiderueshme të ardhurave lokale bazuar në taksën e pronësisë. Dhe këto janë të ardhurat të cilat do të jenë të administruara nga bashkitë për të përmirësuar shërbimet lokale, për të pasur në fund ditës shërbime më të mira për qytetarët. Reforma synon të zëvendësojë një sistem të vjetëruar që nuk përputhej më me realitetin e tregut. Për 3 vite me radhë të ardhurat nga taksa e pronës në Shqipëri zinin vetëm 0.3% të PPB-s, 3 herë më pak se vendet fqinje. Ministria e Financave përllogarit që deri në vitin 2030 të ardhurat të zënë 1% të PPB-s, duke ju afruar direktivave të Bashkimit Evropian. Qëllimi ynë kryesor është të garantojmë një taksim të drejtë dhe efikas të pronës në Shqipëri, si dhe të forcojmë rolin e bashkive për mbledhjen e një prej taksave më të rëndësishme, jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë. Por rrugtimi drejt reformimit të plot nuk ka përfunduar ende. E themi këtë sepse është e nevojshme që të theksoj se taksa mbi pronën duhet të jetë taksa më kontributive dhe më e rëndësishme për njësitë e veçqeverisjes vendore. Për vitin 2026, parashikimi të ardhurave nga taksa e pronës është në masën 10 miliard lekë ose rreth 100 milion euro, me një rritje prej 1.4 miliard lekësh më shumë apo 14 milion euro më shumë se sa viti 2025. 2026 dhe 2027 do të jenë vite tranzitore. Kjo do të thotë se qytetarët nuk do të përballen menjëherë me tarifën e plot. Bashkitë do të kenë kohë të integrohen në sistemin e ri të kadastrës, ndërsa vlerësimi i tregut do të bëhet me faza. Në 2028 reforma parashikohet të zbatohet plotësisht në të gjitha bashkitë.